Në Shqipëri po ndodh diçka që shumica nuk e kanë vënë re. Qeveria ka krijuar ose po krijon një strukturë të re që quhet Policia Vullnetare. Qytetarët e zakonshëm pa armë, por me uniformë, do të patrullojnë nëpër rrugë, në shkolla, në aktivitete publike. Ata do të japin këshilla, do të ndihmojnë policinë dhe, më shqetësuese, do të mbledhin informacion. Në letër të këllon bukur, rend, siguri, bashkëpunim. Por historia na mëson se këto hapa janë gjithmonë të rrezikshëm. Në DDR, në Gjermaninë Lindore, ishin ndihmësit vullnetar të policisë që kontrollonin njerëzit, mbikëqyrnin fqinjet dhe informonin për çdo sjellje të dyshim. Njerëzit nuk jetonin me liri, por me frikë. Në Gjermaninë naciste kishte Hilfspolizei, do thotë ndihmëspolicia, uniforma pasin, por me pushtet. Ata nuk solën siguri, solën përsekutim dhe kontroll total. Dhe tani Shqipëria, pas Rusisë dhe Hungarisë, po hap një derë të ngjashme, jo identike, por me të njëjtën logjikë të rrezikshme. Askush nuk e shpjegon, askush nuk pyet, askush nuk kundërshton. Gjithçka kalon në heshtje. Unë nuk dua të hesh të dashurin. Sepse kjo nuk është thjesht një vendim teknik, është një kthesë historike. Një kthesë që mund të na çojë drejt kontrollit, frikës dhe cenzurës. Prandaj, të dashur shqiptar, mendojeni mirë. Policia vullnetare mund të fillojë me ndihmë, por përfundon në kontroll.